të gjithë teleshikuesit dhe qytetarët e Honë të Elezit kudo që gjendjen. Edhe pse ndoshta po përsëriten të njëjtat tema, të njëjtat biseda, për shkak se kemi qenë në debate të ndryshme televizive, megjithatë secili televizion e ka programin e vet që ne domosdoshmë do të prezantojmë programet tona, edhe pse po i bie që të përsëriten. Megjithatë ajo sepse Kësaj radhe do ju dëgjojnë më shumë se ka shikueshmëri më të madhe. Ajo sepse qytetarët duhet na mbështesin, është për shkak se nuk kemi personalitet që tash i kemi ardhur në skenën politike, po ne për Honë e Elezit njihemi që nga koha e hershme, domethënë që nga koha para luftës, 10 vite të kohës okupimit, veç kanë qenë aktivitete të shumta që ne vazhdimisht kemi punuar në interesin edhe të qytetarëve dhe kombëtar. Pastaj ishte edhe koha e luftës, pas lufta, dhe nga viti 2009 edhe domethënë si udhëheqës i komunës Honë të Elezit. Fillimisht kur e kemi marrë mandatin, domethënë vitin 2009 Honë e Elezit ka